Një tjetër ari ka mundur të shpëtojë nga mbajtja në robëri dhe keqtrajtimi. Ariu i njohur me emrin Pashuk, që ka qëndruar për një kohë të gjatë në kafazën e një biznesi në Levan të Fierit, ka dëmtime serioze në fyt dhe sipas specialistëve, nëse marrja e tij nga pronarët shfrytzues do të vononte edhe një javë, ky ari nuk do të mund të jetonte më. Zinxhiri i cili mbante rreth një vit e gjysmë më parë në qafë, ka shkaktuar dëmtime jetësore pasi që prej asaj kohe, me rritjen e ariut, zinxhiri ka mbetur i njëjtë, duke i depërtuar rreth 3 cm në lëkurë. Ariu 6 vjeçar ndodhet në kopshtin zoologjik pas ndërhyrjes kirurgjikale për heqjen e zinxhirit. Pashukut janë vendosur para një viti e gjysmë një zinxhir në qafë. Ne nuk e dim edhe saktësisht si ka ndodhur kjo, nga pronart sigurisht, edhe tani me që ajo është rrit në ndërkohë, zinxhiri pothuajse ka qenë komplet të futur në lëkurë. Pashuku ndodhet përkohësisht në kopshtin zoologjik në Tiranë. Mjeku veteriner pohon se brenda 25 ditësh ariu do të rikthehet jetës normale dhe më pas do të zhvendoset në Prishtinë. Kemi qetësuar anikën me anestezion të përgjithshëm, kemi pastruar qafën, kemi dezinfektuar, mandej kemi bërë hekjen në mënyrë kirurgjikale të zinxhirit, për shkak se ka qenë mund me thot 3 deri në 4 cm në lëkurë. Plaga atina po shpresojmë që brenda 25 ditë deri në 30 ditë të shërohet edhe pashuku të jetë në gjendje normale, të kthehet jetës tina të mëhershme. Ky është ariu i 5 që Ministria e Mjedisit së bashku me shoqatat shpëtohen nga robëria, ndërsa mediat ndërkombëtare e kanë ngritur këtë shqetësim kohë më parë, nga ku duket se erdhën dhe reagimet konkrete për zbatimin e ligjit nga institucionet shqiptare.